Hoxh, qysh o e mundur veç me shahadet me hyn xhennet? A nuk është çelësi i xhennetit namazi? Çelësi i xhennetit është shahadeti. Namazi është shtylla e dytë e Islamit, shtylla më e rëndësishme pas shahadetit. Me shtyllën e parë të Islamit, njeriu është musliman. Pra, nëse ti thua ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, pra s'ka zot tjetër përveç Allahut, askush dhe asgjë nuk meriton të adhurohet përveç tij, Muhamedi është i dërguar i Zotit, ti je bërë musliman. Dhe ne e dim që profeti a.s. ka thënë hadith, kush fjala e tij e fundit është la ilaha illallah hyn xhennet. Namazi është shtylla e dytë e Islamit, është shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit. Dhe kush i fal 5 vaktet i premtohet atij xhenneti. Mos zbatimi i urdhrave të Zotit gjithësisë e çon njeriu në Zotin e rujt drejt dënimit në botën tjetër. Pra dënohet, për shembull dikush nuk i ka zbatuar urdhrat e Allahut lartësuar. Dënohet zjarrin e xhehenemit, por përderisa ka thënë shahadetin, pra nuk i ka bë Zoti i gjithësisë ortak në adhurim, ka besu profetin a.s. Nuk ka mohu diçka prej fesë, pra se ka mohu namazin, nuk i ka mohu urdhrat e Zotit i gjithësisë, ky njeri shpresohet që të hyjë në xhennet. Por përderisa ty të premtohet xhenneti nëse i fal 5 vaktet, atëherë pse mos më e fal namazin? Me e fal. Me zbatu urdhrin e Zotit gjithësisë. Me i rrit lidhjet me krijuesin e gjithësisë, është puna e parë për cilën do të pyetemi ditën e gjykimit. Shahadeti hyn në Islam, është çelësi i xhennetit, por duhet ta dim se ai çelësi ka edhe dhamzat. Kështu që me i fal namazet, me i zbatu urdhrat e Zotit gjithësisë, dhe Allahu na e mundësov xhennetin, amin.